lavdi atit. Shalom, shalom të gjithë ju po që ndiqni vëllezër motra këtu në asamblen tonë dhe të gjithë ju që po e ndiqni online. Mirë se erdhe në këtë takim, në këtë mësim për mbështetjen e lajmit të mirë të mbretërisë për mirëpajisjen tënde, për themelet tënde të shëndosha. Të falenderoj nga zemra që po e ndjek në radhë të parë. Shpresoj që të jetë bekim në rrugën tënde, në urdhërimet e tia, në formimin tënd, në njohjen e karakterit të Atit dhe të birit të tia, Mesias Jashuas. Kjo është ministria tonë në Zëri Mesias që ti tani po e ndjek në YouTube ndoshta dhe tani je këtu në Facebook në të njëjtën kohë. Lavdi Atit, nëse mund të na ndihmosh në kuptimin e abonimit me një email në aplikacionin në YouTube, mund të nënshkruesh, të abonohesh në kanalin tonë për mirëpajisjen tënde. Janë shumë video që do të gëzojnë ecjen tënde, do gëzosh urtësinë, dallimin e orëve të fundit, lavdi emrit të tia. Pa humbur kohë, të vazhdojmë tek shkrimi në Psalmi 5. Në Psalmi 5 që ti e shikron në ekran, kemi lavdi emrit të tia, kemi Davidin, kemi psalmistin, mbretin David, që thotë, le të gëzohen të tërë ata që kanë strehet tek ti, le të nxjerrin klithma gëzimi për jetë, sepse ti i mbron. Le të ngazëllohen ata që duan emrin tënd, sepse ti o Jahue do të bekosh të drejtin, do ta rrethosh me hirin tënd si me mburojë. Lavdi Atit, si shikon ti në ekran, janë disa koncepte që vllai ka vënë në klapa për të përcaktuar dhe dhënë kuptueshmëri fjalëve që shikon në vargun. Tani ka një britmë gëzimi, ka një ngazëllim, ka një mbrojtje për persona që duan emrin e tia, të duan emrin e Atit, Ati Jahue, siç e shikon, 4 germat që janë në këtë rast po vënë në klapa, në emrin e tia të vërtetë që kemi të bëjmë me atë tetragramatonin që quhet tetragrammatoni është mënyra e vjetër e të pasqyruar germat e Atit që shkruajtin në Eksodi 3, kur Ati dha në këtë rast mbi rasat e qellit që shkruajti masandaj në gur me dorën e tij me gishtin e tij. Tani kemi një bekim që zbret në të drejtin. Tani kush është i drejti këtu, vlla motër? Ti mund ta shikosh në ekran, sipas Romakëve 2:13, kemi të bëjmë me ata që zbatojnë ligjin e tij. Ligji është urdhërimet, festat biblike, sabati, ngrënia e pastër. Këtë përbën ligjin e tij, që përbën karakterin e Atit, përbën në këtë rast sjelljen e tij, përbën reputacionin e tij, në këtë rast që përbën atë emrin e tij që në këtë rast ti shikonte në vizuar. Dhe Ati si rezultat masandaj mbron ata që ecin urdhërimet e tij, të drejtët që quhen në këtë rast, dhe i rrethon thot me favorin, me ndihmesën, lavdi Atit, si me mburojë, thot Davidi. Dhe ata gëzohen sepse kanë gjetur strehet tek ai. Kur shikon që bie shi dhe strehesh në këtë rast dhe shkon në një strehë për të mos u lagur, di që atje është në çik më mirë se ç'është jashtë. Në këtë rast ti po nuk do që të jesh në atë shiun e vazhdueshëm dhe masandaj dim që shiu sjell çdo gjë tjetër, masandaj që rrobat lagen, fillon të kesh të ftohtë, gjëra të tilla nuk janë të mira. Dhe në këtë botë ka shumë masandaj fortuna, po shiu bie, po gjëra të tilla që nuk japin bekimet, nuk japin mirësinë ndaj njeriut, por ata që duan dhe respektojnë urdhërimet e atij ligjit, ata në këtë rast Ati mbulon, i rrethon me favorin, me ndihmesën. Shikojmë fjalët e urta 2 që japin të njëjtin koncept, që marrim kuptueshmërinë lavdi Atit e emrit të Atit, si mund ta kemi frikë emrin e tij dhe si mund ta duam emrin e tij dhe si mund të bekohemi prej tij. Vazhdojmë për te. Në fjalët e urta 4, shikon në vargun 10 thotë, dëgjoj biri im ose bija ime, pranoi fjalët e mia. Tani këto fjalët e tija këtu që neve duhet të pranojmë janë në këtë rast urdhërimet.
urdhërimet ose në këtë rast siç mund ta themi me një fjalë të vetë me ligji lavdiatit, që përket instruksioneve, udhëzimeve që në këtë rast nga Zanafilla deri tek Malakia, të cilat Mesia Jeshua ai i praktikovi dhe i mësovi në Izrael lavdi e emritatit. Tani, ti e shikon në ekran që ka një zemër që pranon urdhërimet të ligjit e tij dhe si rezultat çfarë ndodh? Dhe vitet e jetës së atij personi do të shumohen. Dhe vazhdon masandaj i biri Davidit, Shelomoni thot të kam mësuar në rrugën e urtësisë, të kam udhëhequr në përshtigjet e ndershmërisë. Që ati të mësonte masandaj rrugët e urtësisë Shelomonit dhe të ecë në shtigjet e ndershmërisë. Kur do të ecë sot të vargu 12, hapët e tua nuk do të pengohen. Kur do të vraposh, nuk do të pengohesh. Tani, do të ndodhi që ti mund të ecësh dhe nuk do të biesh, nuk do të pengohesh, sepse kur pengohesh në një gur, masandaj bie poshtë dhe nuk është gjë e mirë. Dhe ati thotë, kur ti do ecësh në përshtigjet e ndershmërisë së urdhërimeve të ligjit të përsosur, që ti po i pranon fillimisht në zemrën tënde, vite jete do të shumohen, biles dhe kur të ecësh nuk do të biesh. Mund të ndodhi që mund të vraposh dhe nuk do të pengohesh. Pse? Sepse mund të, dashi fjala për të vrapuar, ka fjalën që mund të bësh shumë gjëra në një të njëjtën kohë. Mund të jesh i ngarkuar me shumë detyra në atë moment dhe vrapon majtas djathtas për t'i bërë ato gjëra. Nuk do thotë që në këtë rast nuk po ecën në palishmëri ose në mëkat, në shkeljet e ligjit, jo, po thotë që kur do vraposh në kuptimin për të bërë disa gjëra në të njëjtën kohë, me një farë në këtë rast shpejtësie më tepër se sa ecje, biles dhe në atë moment të ti nuk do të pengohesh. Përse? Sepse kemi çfarë? Shtegun e urtësisë, shtegun e jetës, shikojmë fjalët kyçe, vitet e jetës në këtë rast që shumohen, normal shumohen sepse kemi të bëjmë me atë pranimin e ligjit të urdhërimeve të tija, që të njëjtën koncept, po të shkojmë tek fjalët e urta 2, fjalët e urta 2 i japin të njëjtën kontekst dhe harmoni që neve marrim në zemrat tona dhe shikojmë asandaj shkrimin që thotë prapë duke pranuar dhe ta jep çik më kuptueshmëri, sepse ndoshta ti shikon thua, ok, po fjalët e tija, cilat janë fjalët e tija, dhe shkrimi na jep kuptueshmërinë, cilat janë ato fjalët e tija. Ja ku kemi në ekran. Birim, pra bia ime në rast se pranon prap fjalët e mia dhe i ruan urdhërimet e mia brenda teje. Tani vjen çështja e zemrës që Mesia adreson shumë herë, thot për të pranuar urdhrimet e Atit tim, thot brenda në zemrën tënde, masandaj thot duke vënë veshin urtësisë prapë, zemra tënde merr kuptueshmërinë, sepse është një zemër që është e prirur, është e uritur, është një zemër që është e përulur, një zemër që pranon, një zemër që dëgjon urdhrimet e tija dhe i praktikon lavdiatit, dhe kështu ai person kategorizohet një person që në këtë rast është i drejtë lavdiatit. Nuk e pas kam këtu, po ja po e për ndoshta nga fundi, jo, ja ta shikojmë atë personin, më fal për lëvizjen e shpejtë, por ja ta shikojmë personin që kategorizohet nga shkrimi, kush është ai person i drejtë. Okej, ja ta shikojmë personin e drejtë që vetë apostulli Shaul, që i ka emrin e tij të vërtetë, që ishte hebre, thotë për të përcaktuar të drejtin, thotë jo të gjithë ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë, po janë të drejtë përpara Elohim, Atit, ata që e zbatojnë ligjin, këta janë të drejtët. Dhe ata në këtë rast do të shfaqsohen atë ditë, në ditën në këtë rast e shpëtimit, në ditën e ringjalljes, do të shfaqsohen njëre për gjithmonë. Dhe ka të bëjë me ecjen, dishiplizimin, tregimin e dashurisë së Atit të vërtetë ndaj në këtë rast ndaj tij. Ne dimë që lavdiatit që për të hyrë në besti dhe që themi në besim, duhet të pendohemi nga shkeljet e ligjit, që është mëkati, shkelja e ligjit është mëkati, para Gjonit 3:4, pendohemi nga ato shkeljet e ligjit dhe besojmë tek Mesia Jeshua, që Ati
na dha si kur e priftin e lartë të përsosur, Zotin Jeshua Mesia, që ai do jetë ndërmjetësues i vazhdueshëm për ato shkelet e ligjit që ne mund të kryejmë gjatë rrugës tonë, e para Gjonit 1:9 që ne duhet të rrëfejmë dhe atë na pastron nga çdo palishmëri, nga çdo paudhësi, për shkak të karakterit të tij të mirë dhe të drejtë. Dhe me një përcaktuam, domethënë, kush është i drejtë përpara Atit, ata që zbatojnë ligjin e Tij. Vazhdojmë në fjalë të urta 4. Roke mirë këtë mësimin e urdhërimeve të Tija, lavdiatit që prekën pak më përpara, fjalët e Tija që neve duhet i pranojmë në zemrën tonë, thot brenda teje, sepse këto do t'japin urtësinë, kuptueshmërinë, ti do marrësh njohurinë, dhe ato janë në këtë rast më tepër se sa argjendi dhe në këtë rast e ari apo një thesar i fshehur, thot, dhe në këtë rast do të kuptosh frikën e Jahve, që është fillimi i urtësisë, sepse ndoshta ke vënë veshin, në këtë rast urtësisë do thot pranimi dhe dëgjimi i fjalës në të njëjtën kohë dhe zbatimi lavdiatit që fillon. Prandaj Jakobi 1:21 flet për atë ligjin e përsosur, fjalët e Atit, urdhërimet e Tija, që mësandaj ne nuk do të jemi vetëm dëgjues të urdhërimeve të fjalës së ligjit të Tij të përsosur, por duhet jemi zbatues dhe kështu do kemi mbarësi duke ngulmuar lavdiatit çdo ditë në të. Roke mirë këtë mësim, mos e lër që të shkoj kot. Unë lutem që ti të mos e lesh sot të shkoj kot, sepse ka vite jete që mund të shumohen, kur ti nuk e le që të shkoj kot kjo urtësi që vërtet, që vazhdon të predikohet, vazhdon të sensibilizojmë zemrat tona, kudo që po e dëgjon, në çfarëdo lloj pozicioni, sepse ky mësim, ligji përsosur është jeta jote, thotë, fjalët, urdhërimet e atij ligjit është në këtë rast thotë jeta jote. Në ligji për 32 thotë, nuk është fjalë do si do, është jeta tënde, thotë, është jeta jote, në harmoni me Shelomonin, me harmoni me çfarë Mesia tha, do të shikojmë vargjet më vonë. Mos hyr në shtegun e të pabesëve. Në këtë rast me vëmë në klapa ndoshta që braktisin ligjin e Tija, braktisin karakterin e Atit, braktisin urdhëzimet e Tija, braktisin urdhërimet, fjalën e jetës së Tija. Dhe Ati konsideron këta njerëz si në këtë rast njerëz të këqij, thotë. Ti dhe unë duhet t'i evitojmë dhe nuk duhet të kalojmë në për atë rrugën e atyre që braktisin ligjin e Tija, por duhet të largohemi prej saj dhe biles thotë, duhet të shkojmë tutje. Ndoshta do ta kem këtu, po ja ndoshta nuk ishte këtu, por kush janë të pabesët? Ja të shikojmë të pabesët. Të pabesët janë, siç thamë, ata që braktisin ligjin e Tija. Dhe kur braktisë karakterin e Atit, nuk besoj se është një gjë e urtë për ta bërë, është një gjë e urtë që pavarësisht viteve, pavarësisht mësimeve që ti mund të kesh marrë, shikojmë në autoritetin e shkrimit dhe jo ta citojmë të themi ok, shkrimi është autoriteti tonë, por atë shkrim e marrim të plotë dhe atë shkrim e marrim si prioritet dhe nuk shpërqendrohesh me çdo lloj mësime apo mbjellje që mund të kemi marrë, sepse e dimë që të pabesët janë ata që braktisin ligjin e Tija. Prandaj Davidi kishte një ndjenjë të madhe, sepse urdhërimet e atij ligji të përsosur, thotë shkrimi vetë që është karakteri i pesë zyrave të Atit së bashku me pleqtë që në këtë rast ndërthuret ajo thuaç drejtimi i një asambleje, një kishe, pesë zyrat në këtë rast të Efezianëve 4:11, Titi 1:7 thotë që njeri në këtë rast drejtuesi që është administratori, ai kujdestari i shtëpisë së Atit, duhet jetë pa njolla pa të meta, siç duhet të jenë diakët që janë në trajnim dhe janë ndihmës ndaj atyre zyrave të kishave,
apostull të vërtet, të profetëve, ungjiltar, barinj dhe mësues, lavdiatit, që përcaktojmë karakterin e atit me njëherë, që duhet të reflektojë në këta shëbëtorë, që thotë e njëjti psalm, lavdiatit, e njëjti psalm thotë të njëjtën aspekt. Në psalmin 119 tregojmë, marrim kuptueshmërinë të në këtë rast kush është pa njolla dhe çfarë duhet të bëjë në qoftë se ai person është në këtë rast i bekuar, i lum apo jo. E ja ku kemi në ekran të njëjtën psalm që është jetë, psalmi 119. Lum ata që kanë një rrugë pa njollë, pa njollë, pa të meta, lavdiatit, që Mesia eci, dhe si e berim, që me çfarë eci Mesia? Eci në ligjin e atit. Për ty vëlla që je në Shqipëri, që vazhdoj të ndërmjetësoj dhe lutem dhe vajtoj për popullin tim që e dua, por unë lutem atit që neve të kuptojmë dhe të vëmë rëndësi fjalëve kyçe që për të patur një rrugë që të panjollë, duhet të ecim në ligjin e tij. Dhe kjo fjalë ka dalë nga fryma e shenjtë, që ati ka folur nëpërmjet profetit në mbretit David, që ati kishte vajosur apo jo, siç e dimë, psalmi në thotë, psalmi 89. Dhe të thuash masandaj që ndoshta siç e mësuar dhe nuk ka, sepse nuk është nevoja të mërzitemi, por të thuash që ligji i tij duhet ta heqim, atëherë duhet të ecim në paudhësi, në palishmëri, të ndjekim rrugën e të pabesëve, ndërkohë që ati thotë duhet të ndjekësh rrugën pa njolla duke ecur në ligjin e tij. Dhe prandaj tham përmenda Titin 1:7 që pa njolla pa të meta ai mbikëqyrësi, siç është dhe djaku në të njëjtën kohë, duhet që të jenë pa njolla, ata duhet të ecin në ligjin e tij. Doktrina shëndoshë që ata do kundërshtojnë që është ligji i atit, lavdiemrit të tij. Sepse ai ligj është jeta jonë dhe nuk mund ta braktisim, se hymë masandaj ku? Në shtegun e të pabesëve, sepse e pamë dham kuptueshmëri fjalëve që të pabesët janë këta persona që kanë braktisur ligjin e tij. Në prandaj e dyta e Thesalonikasve 2 shpreh frymën e palishmërisë, frymën që nuk do t'ia di për karakterin e atit, urdhrimet e atij ligjit, ndërkohë shkrimi përcakton që janë fjalë jete. Dhe thot apostulli Shaul në fjalë në Filipianëve 2. Ta mbajmë lart atë fjalën e jetës. Kush ishte po fliste për ligjin e përsosur, që ai flet si shkrimi thotë në 2 e Timoteut 3, që na mirëpajis, na bind, na ndreq për çdo vepër të mirë që ligji ka thënë që neve duhet të zbatojmë, dhe kështu tregojmë dashurinë e sinqertë të atit. Dhe kur shkrimi thotë vëlla motër nga fryma e shenjtë që lum ata, ti kuptoi këtë fjalë dhe ndalo për një moment këtu, janë në këtë rast të mallkuar këta njerëz që ecin në ligjin e tij. Shikoje për një moment. Qëndrojmë këtu së bashku, të lutem. Janë në këtë rast të zgjedhë ligji i tij, është i keq ligji i tij? Ti duhet kuptosh që ligji i atit është karakteri i tij dhe thotë të bekuar janë ata, lum ata që kanë një rrugë të panjollë. Dhe si e bëjmë këtë rrugën të panjollë? Që ecin thotë në ligjin e tij. Vëlla në Korçë që po meditoja dhe po lutesha për ty. Prandaj e more këtë mesim. Dhe ndoshta lutem atit ke arritur deri këtu ta dëgjosh, sepse zemra time vajton. Flasim volum disa vargje, janë të mbushura me jetë, lavdiemrit të atit. Janë të mbushura me jetë, sepse na e tha pak më përpara, dhe nëpërmjet ligjit të përsosur të atit që neve nëse e pranojmë, do të shumëzohen vitet e jetës tonë, dhe kështu kemi urtësi, ecim në shtigjet e ndershmërisë, sepse i njëjti po të shikosh të 2 kapitull më vonë në Fjalët e Urta 6, thotë ligji në këtë rast që është dritë, thotë, masandaj vazhdon pak në vargu 24, fillon të flasi për pa ndershmërinë, për shturjen, dhe pak më përpara tha në vargu 23, në Fjalët e Urta 6:23, që urdhërimi është një llambë dhe ligji është një dritë, dhe ndreqet e atij ligjit, atë mësimit të atij ligjit
thonë janë jetë. Dhe vazhdo mas andaj thotë që ki kujdes, thotë, sepse po largove nga ligji, shkon ku, thotë, në shturje, në imoralitet, edhe kemi të bëjmë me doktrinë e shëndoshë që kur e mban ligjin e përsosur të tia, e para Timoteut 4, flet hapurazi, në vargu 7-8 deri në 11, thotë që ligji është i mirë, thotë, vëllezër, thotë apostulli Shaul, pali i njohur, por është emri i tij vërtet Shaul, që shikojmë në veprat 26, Mesia e thërret, thotë, në gjuhën e hebrej, thotë Shaul në rrugën që po ikte për Damaskus, përse po më përndjek, thotë, e thirri me emrin e tij të vërtetë. Dhe nuk ka asnjë gjë që të përmendim emrat në këtë rast, emrin e atit që meriton der, që është i vërtetë, të themi emrin e vërtetë të Mesias Jashuas. Jashua do thotë Jahwe që na shpëton, Shua do thotë shpëton. Ja, i thotë Jahwe, Shua do thotë shpëton. Mesia do thotë i vajosur i tia. Thjesht i vajosur do thotë fjala Mesia, që themi neve Krisht. Mos hyr në rrugën e atyre që braktisin ligjin dhe mos ecë në rrugën e njerëzve të këqij, që këta që braktisin ligjin, thotë janë njerëz të këqij dhe nuk duhet të shkojmë të evitojmë dhe të largohemi prej asaj dhe të shkosh tutje, thotë. Ndërkohë përcaktuan pak më përpara, ne Psalmi 5, që ata që zbatojnë ligjin, që janë të drejtë, sipas Romakëve 3, ja ku e po e sillim së bashku lart, që na jep kuptueshmëri mas andaj më afër vargjet. Ja, në këtë rast shikoje, po flasim për përcaktimin e gjendjes së një personi, si kategorizohet ai personi i drejtë, dhe ja ku kemi prap të drejtin këtu lart, që ati në këtë rast çfarë? Do mbrojë, do gjenë shtreje ata persona tek ai, sepse ata e duan dhe në këtë rast e nderojnë emrin e tij, dhe po të shkojmë në Romakëve 2:23-24, mund të shkojmë pak më vonë, flasin disa vargje, thotë që ata që braktisin dhe shkelin ligjin, po blasfemojnë, thotë emrin e tij, dhe emri i tij blasfemohet në përkombë, thotë apostulli Shaul. Po ati do të bekoj, thotë, të drejtin që zbaton ligjin e tij, sepse po çfarë? Po e nderon karakterin e tij, sjelljen e tij të përsosur që ati ka, sjelljen e tij të drejtë që dëshiron ta transmetojë në dishiplizimin tonë, në jetën tonë të përditshme, të jemi imitues të atit Elohim, thotë Efesianët 5:1. Dhe ati rrethon me hir, me hirin e tij, si me mburoje, me favorin, me ndihmesën. Hiri ishte përpara. Ndihmesa e pa merituar ishte që para se të fillonte beslidhja e ripërtërire, e re që themi. Për sa i përket të sakrificës së Mesias, është dashuria e atit e pa merituar, që ka të bëjë me mëshirën e atit për të na shpëtuar, për na nxjerrë ne nga palishmëria që masandaj na çonte në vdekje. Romakëve 6:23, në liqen e zjarrit po flet. Shikojmë të njëjtën strukturë që të pabesët kush janë, ata që braktisin ligjin dhe lavdërojnë, thotë, janë së bashku, miqësojnë me të pabesët. Prap njerëzit e këqij nuk kuptojnë drejtsinë, siç e tha pak më përpara, që njerëzit e në Fjalë të Urta 4, ata që braktisin ligjin, ecin në rrugën e njerëzve të këqij. Në shtegun e të pabesëve, në shtegun në atyre që kanë braktisur ligjin, që ne duhet ta evitojmë. Duhet ta evitojmë dhe prandaj ka ardhur koha për atë evitim, për atë braktisje të asaj rrugës jo të mirë të braktisjes së ligjit. Por duhet ta mbajmë në zemrat tona. Psalmi 37 po flet për qytetin e ri, mbretërinë që po vjen, banesat tona të përjetshme, thotë, mund t'i shikojmë më vonë. Dhe në zemrat e tyre ishte ligji i atit, që është një bir me mend, 5 virgjëreshat, i zgjuar. Kush e zbaton ligjin është një bir me mend. Këto fjalë janë folur nga fryma e shenjtë, nëse ti beson fjalët e urta të Sholomonit.
Atëherë do themi që ati po flet me 1000 vargje dhe përcakton dy grupa personash gjithmonë. Ata që zbatojnë ligjin janë të drejtër, ata që zbatojnë ligjin janë birë me mente, janë të urtë, sepse kalojnë nga statusi i thjesisë, Psalmi 19:7, në statusin e të urtit, të zgjuarit, një birë me mente. Milesati thotë që në qoftë se kthejnë veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin e tia, çfarë ndodh? Lexoje vargun më vonë. Vetë lutja atij personi do të jetë një gjë e neveritshme, ai që e kthen veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin. Unë lutem atë që si shfletë lavdimit të tia që bën ekon Mesia në Marku 1, në Marku 1:16, po bën atë ekon e fjalë të urta 1:10 që fryma po vërtet në rrugë, që të kthehemi, të pendohemi në urdhrimet e tia, që është pendimi i vërtetë, është koncepti i pendimit, kur ne kthehemi në urdhrimet e tia, fillon me sabatin, fillon me festat biblike të Levitiku 23, fillon me ngrenën pastër, Levitiku 11, ligje për të rirë 14, ato gjëra që Mesia praktikoi, që neve themi të ndjekim gjurmët e tia, po vlla motër shqiptar, çfarë gjurmësh po ndjekim, ose çfarë mund të kishim ndjekur më përpara, për çfarë ndoshta je mësuar, nuk ka rëndësi. Shumëzo me zero ato për jetën tënde të përjetshme. Mesia na tha vetë, ja të shikojmë pak, përse do të shkojmë për te. Ja ku e kemi. Mateu 19. Mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj që të kemi jetën e përjetshme? Nuk tha për një mësim, për një urdhërim për ta praktikuar, apo një interpretim, si e interpreton ti këtë, ose çfarë do të bëjmë në këtë rast, që po fliste për gjën më të shtrenjtë që ti ke, vëlla, dhe si je në drejtim. Vëlla i qanë për juve në Shqipëri, ti nuk më kupton për momentin dhe thua, o vëlla Olgeri, te po thot ai gjithmonë në flet këtë. Po flas sepse po vjen një shkatërim që çon në vdekje, duke hequr ligjin e tia. Dëgjoj më zemrën time në emër të Jashuas. I kemi shkrimje përpara. Çfarë duhet të bëj që të kemi jetën e përjetshme? Tari tha, tani në qoftë se do të hysh në jetë, zbato urdhrimet e atij Ati që citovi pak më përpara, që është i vetmi i mirë. Marrim një shkrim tjetër mbështetës, Luka 10. I afrohet një mësues, një doktor, në këtë rast ishin njerëz që mësonin ligjin, dhe u ngrita vinte në provë, Mesian Jeshuan. Dhe i tha çfarë? Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Prap. Dhe ai tha, çfarë është shkruar në ligj? Nuk i tha, vra po për ligjin, tha, çfarë është shkruar? Ai kupton vëlla motër. Çfarë është shkruar, tha. Nuk i tha, hiqe, braktise, anulloje, beje, gjëra që nuk ka evidencë në shkrimin të gjëra të tilla. Efesianë 2, Kolosianë 2 flasin për dogma, urdhërime njerëzish, doktrina për njerëzish. Biles është e lidhur, a fjala dogma ka të bëjë me dekretet nga perandorët, nga mbretërit. Kolosianë 2 flasin një kontekst të gjerën, vargu 4-8, që ti duhet ta marrësh në zemrën tënde, ka të bëjë thotë të largoni prej çdo filozofive, çdo të joshje, tërheqje, mendja mishore, thot, kulti i engjëllve, thot, filozofitë e njerëzve, urdhrimet e njerëzve, thot. Sepse duke mbajtur ligjin e Atit, tani thot, janë do vijë, ajo hija gjë që do vi në mbretërinë që po vjen, dhe ta thotë mësandaj Isaia 66, Ezekieli 46, është hija gjëra që do vinë. Do mbahen, nga Sioni do dali ligji, Isaia 2-3. Dhe këtu po ta thotë mbreti i lavdisë, zeri i drejtësisë. Thotë, çfarë është shkruar në ligj? Dhe u përgjigje drejta, vepro kështu dhe do të rosh. Vepro kështu dhe do të rosh. Prap, vepro kështu dhe do të rosh. Zbato urdhërimet tani dhe do të hysh në jetë. Në jetën e përjetshme ka fjalën. Dhe po flet me një doktor të ligjit,
Nuk do t'i citoj të tërë ligjin, po i thotë që ta duash atin dhe si e do atin, shkon me njerë masandaj në ligji për të rirë të zem 10, lavdiemrit të tia, që shikojmë që si është dashuria në këtë rastë që ati, në këtë rastë i tregojmë, që atit i tregojmë, dashurinë e vërtetë, po fliste me një doktor të ligjit. Nuk do t'i citon të një nga e para, gjë që ata i zbatonin duke ecur në të gjitha urdhërimet dhe rrugët e atit, të atij ligjit, duke treguar kështu dashurinë e vërtetë. Ja shikojmë së bashku. Çfarë ati kërkon prej meje prej teje? Interpretimin e duhur të shkrimit. Ja ku e kemi? Tani o Izrael, morali i mirë, morali i njëjtë, për kufizimi i mëkatit nuk ndryshoi mbas kryqit. Është i njëjti, mëkati është shkelja e ligjit, e para Gjoni 3:4. Levitiku 4:2, numrat 15, 30-31 vargjet. Nuk ndryshoi morali i shëndoshën nga dhjata e vjetër në dhjatën e re. Thjesht ati beri beslidhen e parë, ka ata masandaj nuk e mbajtën, nuk e respektuan, dhe ati tha do ta ripërtëri atë beslidhje, njëre për gjithmonë, me birin tim, dhe nuk do ketë me si ai, as nuk do vi kush tjetër mbas atia, dhe unë do ta lartësoj në të djathtën time dhe do t'jap autoritet mbi veprat e duarve të mia, që ju të ringjalli, sepse masandaj ai është Zoti i zotrave dhe mbreti i mbretërve, sepse unë ja kam dhënë autoritet, ndërkohë thot ai që e fitovi, thot Hebrejnë 5. Duke ecur në rrugët e tia, urdhrimet e tia, dhe ja se dua matin, duke patur frikë prej tia, të ecësh në rrugët e tia, ta duash, dhe ti shërbesh me gjithë zemër, me gjithë shpirt, dhe të respektosh për të mirën tënde, thot, për të mirën tonë, të gjitha urdhërimet dhe statutet e Jahve që të urdhëroj sot. Statutet do thot festa. Shumë herë ne fjalët nuk i kuptojmë dhe masandaj themi, jo, janë festat e atit biblike. Jo kalendari pagani, Papa Gregori që bota ka, me muajt paganë, ne kemi lidhje me atë lloj hyni. Kush është hynia jote? Është Papa Gregori 13 i 1600-s që ndërtovi atë kalendar që ka bota me çdo lloj zotri dhe në këtë rast demonë që kanë vënë emrat e tyre mbi atë kalendar? Apo do zbatosh urdhrimet e atit në kalendarin biblik të Levitikut 23 dhe kemi kalendarin e profetit Enoku që ati dha prej qellit, që ne në këtë rast ta duam dhe t'i shërbejmë me gjithë zemër, me gjithë shpirt, duke ecur në urdhrimet e tia, në të gjitha urdhrimet e tia. Gjë që kjo është për të mirën tonë. Është për të mirën tonë. U bëm një me popullin e tia nga ana frymërore, por jo sepse praktikojnë në traditat e njerëzve në Izrael apo përtej, me farisejnë të sotëm që kanë shkollat e rabinëve, ne nuk kemi pjesë me atë lloj sekt judaizmi që quhet. Kemi pjesë të bëjmë me atin, po thotë që ati të zbatojmë urdhrimet e tia duke dashur me gjithë zemër, me gjithë shpirt, për të ecur në rrugët e tia, t'ja mësojmë fëmijëve tonë. Fjalët e Urta 22:6 të thotë që kur të rriten ata fëmijë, të mos largohen prej urdhërimeve të atit dhe kështu nuk do mëkatojnë ata. Unë e di që këto mësime nuk janë folur, por vllai po buçet me një zemër të sinqertë përpara teje, që ti ta kuptosh principet dhe themelet e shëndosha në jetën tënde që ka fshehur Satani për shekuj me radhë. Dhe mbas ikjeve të apostujve, dhe mbas i erdhi apostulli Shaul, pali që erdhi deri në brigjet e Ilirisë, në këtë rast mendohet që ishte deri në Durrës. Por u lan me njanë çfarë? Urdhërimet e atit, festat biblike të tia, dhe u dhënsua me emocionalizmin, me masandaj denominacionet e njeriut që filluan 300-400 me këshillat e ndryshme, Laodicea, Nicea, Kalcedonia, Anastasia, që nuk është nevoja t'i dish më thellësisht, por ndryshuan kohët dhe festat dhe sabatin e quan në adhurimin e diellit. Nuk ka asnjë lloj mbështetje në shkrimin që apostujt të kenë zbatuar dhe anulluan sabatin apostujt, të mëkatonin kudratin, ndërkohë që mëkati është shkelja e atij urdhërimit. Fjala ditë e shtuar në para e Korintasve 16:2. Fjala ditë e shtuar prap në
në fjalë të urta, në veprat e 27 apo në Gjoni 28. Dhe fjala sabaton nga greqishtja do thot sabat. Ishin në sabat duke mësuar në sabatin e parë të muajit, mund të qenë sabatin e parë në festën e Pentakostit që numërojnë 7 sabate për festën e vërtetë që apostullt mbajtën e vepra 2. Atë ki mëshirë ati. Ki mëshirë. Zbato urdhrimet ati ligjit. Dhe do të rosh, do të jetosh. Dhe i tha çfarë është shkruar atje. Nuk i tha u anullua, se nuk ka asnjë lloj shkrimi. Çfarë është shkruar në ligjin. Në të vërtetë po ju them se ai që zbaton fjalën time nuk do të shoh kurrë vdekjen për jetë, thot Mesia këtu. Po i fliste farisejve që thoshte masandaj farisejnë të thonë ti nuk je Mesia. Unë e kam thënë, thotë, ju nuk besoni. Na e thua hapur, as i thanë. E po ja them, thotë. Dhe nëse nuk zbatoni fjalën time, nuk do të në këtë rast, nëse zbatoni fjalën time, nuk do të shkoni jetë. Po ata që zbatojnë fjalën time, thotë, do të jetojnë për jetë, nuk do të shikojnë kurrë vdekjen për jetë. Dhe çfarë tha Mesia? A nuk foli Mesia këtu? Zbatoni urdhrimet e Atit Elohim për të hyrë në jetë? Dhe konteksti ishte çfarë duhet të bëj? Çfarë duhet të bëj që të kemi jetën e përjetshme? Këto janë fjalët e Mesias. Mesia na thotë zbatoni urdhrimet e Atit tim. Neve themi është hequr. Neve kategorizojmë asandaj disa urdhrime. Na dalin këto gjëra. Përse do të ndikim katolik ortodoksë? Që Ati thot hapurazi veçimin tonë, themi shenjtërimin, që ka të bëjë me ndarjen, veçimin tonë nga çdo gjë tjetër që nuk i përket Mesias dhe apostujve që la në një shembull për neve, që ata praktikuan festat biblike, hengrën pastër, ndërkohë neve ham çdo gjë me pastaj shikon erdhën s'jam mirë, do vetë të vizitohem. Por sepse kur fut parasitet e derrit apo të çdo gjë tjetër që Ati ka thënë, mos i ha ato në Levitiku 11 thot, që kanë përcaktuar kush është e pastër, sepse është fjala që e veçon kush është e pastër dhe kush është e papastër, dhe e falenderon Atin. I njëjti kontekst po fliste për doktrinë shëndoshë që është ligji i tij i mirë për Timoteun. Dhe i njëjti apostull po i thoshte Timoteut në para Timoteut 1 për të përcaktuar thotë që do dalin njerëz që masandaj dhe ushqimin e pastër do të thonë mos e ha, si punë masandaj profetesës së Remë, Ellen G. White, të adventistëve që quhen denominacionin ndarja e besimit adventist, ndarjet e njeriut me plot të tjera që i dimë. Po fliste për persona që janë të ofuskuar në ndërgjegjen e tyre, po të zbatosh urdhrimet e Atit që në Mesia na thotë, është gjëja më e shtrenjtë që ti ke, se po i pa më vargjet pak më përpara. Është jeta jonë. Është jeta jonë. Vitet e jetës shumëzohen. Ke urtësi, merr frikën e Atit që është fillimi i asaj urtësisë. Urdhërimi i Atit është një llambë. Ligji i tij është një dritë. Ati thotë ligji tim është një dritë, ne themi jo, hoq drita. Hiqe dritën, çfarë do marrësh? Errësirën. Ati thotë ligji i tij është i mirë. Po që të mirën do marrësh të keqen. Prandaj tha pak më përpara, çfarë tha? Ja ku ke. Që nuk duhet të ecim në rrugën e njerëzve të këqinj, ata që praktisin ligjin. Fjalë të urta 4 jemi këtu. Romakëve 7:12. E para Timoteut 4:7. Që ligji i tij thotë ne e dimë, thotë apostulli. Si thoshin apostujt e tjerë, apostulli Jakobi thotë të ngulmojmë në atë ligjin e përsosur të lirisë, që do kemi mbarësi në veprat e duarve tona. Citovi Psalmin 1, citovi ligjin e përtërirë 6, citovi ligjin e përtërirë që pam pak më përpara, 10. Dashurinë e vërtetë ndaj Atit dhe i shërben në këtë mënyrë duke respektuar për të mirën tonë të gjitha urdhrimet dhe statutet e tija, që Ati, statutet, festat e tija, që neve ti zbatojmë dhe kështu
deri bekimet ati në jetën tonë. Mbi të gjitha masandaj është jeta e përjetshme që neve marrim. Hymë në atë jetën e përjetshme. Hymë në qoftë se ti do. Prandaj foli që në fillim ati gjendjen e zemrës tonë. Thotë, në rast se dikush i pranon urdhërimet ati ligjit të mia, thotë, që janë fjala jete. Veprat 7:38, Stefani thotë, Moshe thotë, mori fjalët e jetës për na i përçuar neve, e kategorizovi ligjin e atit që u dha popullit të Izraelit në Malin Sinai, po ishte më përpara ligji, po u bë një beslidhje e ri për të rirë, një beslidhje me popullin e tij sepse i nxori nga idhujtaria për t'i veçuar me anë të ligjit urdhrimeve të tij. Dhe Stefani kategorizon atë ligjin e përsosur, thotë fjalët e jetës. Fjalët e jetës, ja shikojmë bra, është në harmoni i gjithë shkrimi. I gjithë shkrimi. Veprat 7. Veprat 7. Vargu 38. Apostulli Shaul, të njëjtin gjë, të njëjtin gjë thotë në Filipianëve 2. Filipianëve 2 të njëjtën gjë. Ja, shikojmë së bashku. I kemi këtuja. Ja, një moment sa t'i hedh në ekran. Okej. Ati për jetu ati. Ja, ku kemi në ekran. Tani është ekrani madh. Dhe thot ky është ai për Moshe, për Mojsiun që në kuvent, në asamblejnë që fillovi që në shkretëtirë thot. Dhe ishte ai që fliste me engjëllin në Malin Sinai dhe me etrit tanë dhe çfarë mori? Mori fjalët e jetës për na i përçuar neve. Tani më thuaj vëlla apo motër, kudo që po e dëgjon, në emër të Jashuas, je i sinqertë me veten tënde. Ti e kategorizon Bibla atë ligj të përsosur që u mor në Malin Sinai, që engjëlli ja dha Moshe, si e kategorizon ati? Fjalën e jetës. Çfarë tha apostulli poshtë? Që neve duhet ta mbajmë lart fjalën e jetës. Në këtë mënyrë që t'jemi të paqortueshëm dhe të pastër, pa të meta, pa njolla. Ndaj këtij brezi thotë në mes të një brezi të padrejtë të çoroditur, kur heq ligjin, ecën në padrejsi, në palishmëri, në mënyrë të çoroditur. Ndërkohë ligji i tij është dritë që neve të ndriçojmë si pishtarët në botë. Që apostulli thotë që unë me kam se të krenohem, thotë, që të mburem në ditën e Mesias, thotë, se nuk vrapova kot dhe as nuk u mundova kot. Por çfarë duhet të mbani lart? Jo ta hiqnin, jo ta anullonin. Po ta mbajmë lart të thotë. Këtë fjalën e jetës që u dha mbi malin e Sinait, që engjëlli ja dha Moshe thotë, për fjalën e jetës. Ndërkohë kemi statusin tonë apo disiplizimin tonë që është i vazhdueshëm për të qenë pa të meta. Ndërkohë, si thamë, zyrat e kishës së vërtetë, panjolla pa të meta si ndodh, duke çfarë? Panjolla pa të meta duke ecur në ligjin e tij. Lum ata, jo të mallkuar janë ata, po lum të bekuar thotë. Ata që kanë një rrugë panjolla, pa të meta, sepse çfarë, me çfarë ecin ata? Në ligjin e tij. Masandaj, kur vëllai dilte që në fillim para disa vitesh, sepse i kisha gërmuar këto gjëra, dhe vazhdoj akoma të trokas në zemrën tënde, që ti të fillosh me këtë ligjin që fillon që nga Zanafilla deri tek në këtë rast tek Malakia, po profetët masandaj bashkangjiten, por janë instruksionet e Atit. Shumë herë njerëzit thonë 5 librat e parë, nuk janë vetëm 5 librat e parë ligji i tij. Fjalët e urta janë është ligji i tij, janë instruksionet e tij që i pamë.
Psalmet është ligji tia. Ja ku ke psalmin më të madh me 176 vargje që është jetë. Është jetë sepse na largon nga paligjshmëria, nga mëkati. Që mëkati është shkelje e ligjit. Kur mëkati është shkelje e ligjit, para Gjonit 3:4. Atëherë nuk kemi ndërgjegjen e pastër që në qoftë se mëkati është shkelja e diçkaje, unë do ta shikoj këtë diçka që të mos e shkel, që të mos mëkatoj. Dhe ajo diçkaja është ligji tia. Dhe kështu ecën panjolla, duke ecur në ligjin e tia. Në një rrugë panjollë, në një rrugë panjollë, në një rrugë panjollës së bijtë të tia, pa të meta në këtë brez të paligjshëm, të çoroditur, të padrejtë, të pabesët. Prap në Psalmin 119, që në fillim pamë që konteksti, shikojmë kontekstin, cila është fjala e tij, ndërkohë jemi në dhjatën e vjetër, themi, bestia pa. Ja ku kemi që në fillim të vargut të kapitullit marrim kontekstin më njëherë. Njëjti psalm 119, psalmi. Okej, janë psalmet shumës, po ky është psalmi 119. Fjala jote, fjala e jetës, fjala jote, fjala e jetës është një lambë në këmbën time. Okej, është një lambë në këmbën time. Përse? Sepse urdhërimi çfarë ishte? Është një lambë në këmbën tonë. Është një lambë në këmbën tonë, që është ligji. Urdhërimi do thoshim fjalë tjetër, ligji. Mësimi prapë është ligji tia. Fjala që themi ne prapë është i njëjti kontekst me të gjitha këto fjalët që shikon. Ja ku janë të katra. Ja ku ke të katra të nënvizuara, që është e njëjta gjë. Urdhërimi, ligji, mësimet, fjala. Që është karakteri i Atit. Vëlla shqiptar që po drejton, të lutem dëgjoje këtë mësim edhe një herë. Lutu mbi këto gjëra sepse për të qenë pa njolla, pa të meta si shëbëtor të tia, ne duhet të ecim në ligjin e tia. Prandaj Titi ishte një person që ishte instruktuar nga vetë apostulli që thotë për ligjin e përsosur që du ta mbajmë lart, dhe ja ku kemi dishepujt e tyre. Stefani thotë në Vepra 7:38. Kategorizimin. Kush është ligji i tia? Ati thotë ligji i tia është i përjetshëm. Përbën dishiplizimin. Po flasim për dishiplizimin, veçimin, pastrimin, rritjen frymërore. Lajmi i mirë i mbretërisë se përben pendimin nga shkelit e ligjit dhe besimin tek Mesia. Ai Mesia e vërtetë që nuk ka anullovi ligjin, fjalën e jetës. Ti mund të thuash një gjë të tillë. Ndërkohë Mesia hapërzi thanë Mateu 5:17, thotë 3 herë. Dhe 2 herë të tjera në vargu 19, që kategorizon masandaj hierarkinë në atë mbretërinë që po vjen, që do banoj qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, mbi tokë 2300 km2, mbi tokë për të përmbushur profecinë e Zanafillës 15 që Ati i dha Abrahamit, nga lumi Eufratit deri në lumi Nilit. Dhe unë e mata një ditë dhe ishte pothuajse 2300 km2. Ndërkohë Isaia 2, çfarë thotë? Profecia që nuk është përmbushur. Isaia 2, vargu 1 deri në 4, por vargu është vargu 3. Është vargu 3. Ja po e në ekran. Vargu 3. Për të mësuar çfarë popujve? Në ditën e fundit do të ndodhi ku ndodhet shtëpia e Jahve, do të vendose në majet e maleve. Do të ngrihen me disa kodra, këtu do të vëshojnë kombet. Shumë popull do vinë duke thënë, "Eja të ngjitemi në malin e Jahve, në shtëpinë e Elohim të Jakobit. Ai do na mësoj rrugët e tija." Rrugët e tija i pamë pak më përpara në ligjin për 30, janë urdhrimet e atij ligjit. Dhe do të ecim prapë në shtigjet e tija. Në shtigjet e tija.
Ja ku kemi shtigjet. Shtigjen e ligjit të përsosur të Atit. Sepse e thot nga Sioni, nga ky çfarë, nga kjo mbretëri që është shtëpia e Jahve, quhen shtëpia e Tij quhet mbretëria që po vjen. Qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, zbulesa 21, Isaia 66. Sepse nga Sioni do dalë ligji, që çfarë? Do t'ju mësohet kombeve që do vërshojnë. Nga Sioni do dali ligji i Atit. Dhe çfarë thot? Prap, fjala e Jahve nga Jeruzalemi. Fjala e Tij. Prap, pamë. Të njëjtin koncept, ligji, fjala, urdhërimet, shtegu në rrugët e Tija, shtigjet e Tija janë prap për të përcaktuar ligjin e Atit, karakterin e Tija, sjelljen e Tij, sjelljen e drejtë të Atit. Ai kush Ati nëpërmjet birit të Tija dhe Ati do zbresi në qytetin e Tija, do të sigurojë në drejtësinë në midis kombeve. Mesia si do gjykoj kombet? Me anë të ligjit të përsosur që sapo e tha pak më përpara. Do gjykoj kombet nëse kanë ecur në ligjin e Atit. Dhe ai do të qortoj shumë popull. Do t'i farkëtoj shpatat e tyre, duke i kthyer në plugje. Nuk do kenë më, thot, për të ngritur kokën. Heshat e tyre në drajprin, thot. Një komb nuk ka për të ngritur shpatën kundra një kombi tjetër dhe nuk do të mësojë me kurrë, thot, luftën. Fillon me 1 vjeçarin, Satani lidhet, mos andaj gjykohet Satani, mbas asaj lëshimit të shkurtër, dhe pasaj thot, njëre nuk ka me, thot, dhe ndodhë ringjallja e dytë për ata që janë jashtë të qytetit, që gjatë 1 vjeçarit kanë ardhur ku në shtëpinë e Jahve, është mësuar ligji, prandaj thotë në Zbulesa 5, thot, na ka bërë priftërinj dhe mbretër për të mësuar ligjin kombeve që do vërshojnë shumë popull që do ngjiten këtu në malin e Jahve që është qyteti i ri, Sioni, Jeruzalemi i ri. Jo gjëra që po praktikojnë në palishmërinë, kaballanë, magjinë, misticizmin, filozofitë e brenda sot në kombin e Tija, në territorin që ka në sot. Kemi të bëjmë me praktika të tilla, kemi të bëjmë për të dhënë llogarinë, që kemi të bëjmë me Atin personalisht. Ishte një varg që desha ta preknja, nuk e dia kam këtuja, por ja një moment. Një moment, ju lutem. Është një varg që prekëm që parë në miqësinë tonë, në dije, por ja një moment. Sa ta gjeja të vargun. Po, fjalë të uta 4:18. Fjalë të uta 4:18. Ja më lejo. Shikoj se kishin fjalë të uta 4 këtu, por po, lavdime të tjera, ja ku jemi, po. Dhe një 18 kemi këtu ja për të rregulluar shkrimin, 18 po deri në 23. Okej. Tegu i të drejtëve, e përcaktuam kush ishte i drejtë. Tegu i të drejtëve. Të drejtët çfarë bëjnë ata? Zbatojnë ligjin e Tija. Zbatojnë ligjin e Tija. O më fal. Shtegu prap, shtigjet e Atit në 1 vjeçarin, ligji përsosur i Tija. Amo të sa do të flasi Ati të njëjtat koncepte. Janë të drejta ata që zbatojnë ligjin dhe do të shfaqsojnë njëri përgjithmonë, do ringjallen këta persona sepse kështu ata nuk po mëkatojnë duke zbatuar ligjin. Tegu i të drejtëve.
atyre që zbatojnë ligjin, është si drita e agimit, që shkëlqen gjithnjë më mirë. Si thot kush është i pa drejtë, le të vazhdoj të shkeli ligjin atë, thot kush është i keq, le të jetë i keq, thot. Por ju që jeni të veçuar, thot, ai që është i shenjtë, le të veçohet, le të shenjtërohet akoma, le të ndahet, thot, duke mbajtur ligjin e atit tim, thot. Dhe në atë ditë, thot, çfarë? Derisa të bëhet ditë e plotë. Dita e plotë. Një përkthim tjetër, tani kjo Bibla tonë, le të japim kuptueshmëri të vërtetë. Je ta marr nga versioni King James, se këtu ky versioni që ka Shqipëria, ky është versioni katolik që kanë marrë. Albanian Bible, ALBB-ja. Versioni katolik, kam bërë mësimin e emrit, po ta shikosh në YouTube, cili është emri i Atit Jahwe dhe birit të tij. I kanë folur me detaje origjinën e Biblës, kush janë, çfarë përkthime kanë bërë. Ka të bëjë me ditën e përsosur, me dita e përsosur po flet. Jo dita e plotë. Dita e përsosur është kuptimi. Dita e përsosur kur do ndodhi? Kur të vi Mesia. Dita e përsosur. The Perfect Day është nga anglishtja, versioni King James. Po flet për tërë ecjen tonë dhe për të marrë jetën e përjetshme, fjalët e urta janë profetike. Ai që ecën duke zbatuar ligjin, vazhdon të jetë ajo drita e kombeve. Vazhdon të jetë duke shkëlqyer, thot, gjithnjë më mirë, deri në atë ditë kur të bëhet dita e përsosur në ringjalljen. Sepse atëherë masandaj do shkëlqejë njëre për gjithmonë. Ndërkohë rruga e pabesëve që braktisin ligjin e tij, thotë si terri. Ata nuk shohin atë që do t'i rrëzojë. Prandaj thot biri im, masandaj flet, trego kujdes për fjalët e mia, pra për urdhrimet e mia të atij ligjit tim, thot, thëniet e mia, fjalën time, mos u largoshin kur nga sytë e tu, fjalët e urta 4, është ligji i tij. Ruaj në zemër, thot, në qendër të zemrës sate, sepse janë jetë për atë grup persona që i gjejnë, thot, për ata që i gjejnë. Janë jetë për ata që i gjejnë. Dhe si rezultat o shërim për trupin, për gjithë trupin e tyre. Andaj thot që ruaj zemrën çfarë ushqen, thot, me urdhrimet e Atit në zemrën tënde, fjalët e urta 2. Du ta ruajmë zemrën me shumë kujdes sepse nga ajo dalin burimet e jetës, se ka fjalën për çfarë shtegu, se që në fillim foli për shtegun që po ndjek, në qoftë se do t'i çfarë, do t'i pranosh urdhërimet e tija. Ja ku është njëjti kapitull, në fjalët e urta 4, në qoftë se i pranon urdhrimet e atij ligjit, vite jetës sate do të shumohen. Prandaj tha që duke i masandaj fjalët e urta 2, diku këte ku e kam, fjalët e urta 2 flet për, ja ku kemi, fjalët e urta 2, që duhet i pranojmë urdhrimet, fjalët e tija brenda nesh, brenda teje. Ku brenda? Brenda në zemër e kishte fjalën. Brenda teje. Më fal që eca pak, ndoshta. Brenda teje. Pranimi i një zemër për ulur, se zemër buti pranon urdhrimet e tija, fjalët e urta 10:8. Dhe kemi të bëjmë në Psalmi 37 që masandaj ai zemër buti gëzon mbetërinë sepse po ecën drejtësisht në urdhrimet e atij ligjit të Atit të vet, dhe kështu po e nderon beslidhjen. Ky ai drejti që do banoj tokën për gjithnjë, jo sepse na kanë thënë masandaj si mund të kenë thënë, do shkosh në qell në një hapësirë që nuk di ku do vesh, gjëra që janë imagjinata. Shkrimi thotë që do banojmë tokën për jetë. Psalmi 37 që Mesia citoi në shërbesën në mal në Mateu 5. Citovi Psalmi 25, Psalmi 37.
ligjin e atit që ai mësoi në Izrael. Ruaj në qendër të zemrës tate, thot, sepse janë jetë për ata që i gjejnë, shërim për trupin e tyre. Kur ruan urdhrimet e atit, thot, atëre, thot, ke burime jete. Si ti tha, burimet pak më përpara, janë jetë dhe shërim. Këto janë disa burime të bekimeve që ati jep si zyrtar, sepse ti je i devotshëm të ecësh në ligjin e tija të përsosur, në fjalën e tija, në ligjin e tija që është dritë. Dhe ndrejqet e ati ligjit të mësimit, të urdhrimeve të atit, janë rruga e jetës. E jetës së përjetshme, ajo shtegu thot, ky është shtegu e rrugës së jetës së përjetshme, sepse nuk po mëkaton. Kur heq sabatin, është mëkat. Kur heq festat biblike, është mëkat. Mbaj urdhrimet e atit, sabatin, festat biblike, të Levitiku 23, ngrenjen pastër, mëson urdhrimet e tjera, po ecën në rrugën e jetës. Dhe kështu ndrejqesh në këtë moment, po vjen fjala për që ne të ndrejqemi, që të ecim në shtregun e dritës. Lavdi emrit të tija. Lavdi emrit të tija. Shpresoj të ketë punuar thellë në zemrën tënde. Dhe mos ndalo. Mos ndalo në rrugën tënde. Theu në urdhrimet ati ligjit, se nesërmja nuk premtohet. Sot është dita e shpëtimit për ty, të pendohesh të kthehesh në rrugët e atit, në rrugët e jetës, në urdhrimet, në ligjin e tija. Lavdi emrit tënd o atin. Shalom, shalom, deri herën tjetër. Haleluja.